Një herë, një Gjerman pytet, që të deshifrojmë këtë bëtë. Si është e mundër, jo Gjermanë, disa herë gjatë shekullit kaluar, ishit humbës të mëdhenj, lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore. Mirë po ju gjithmonë po dilin në sipërfaqe dhe po udhëheqni botë. Jo vetëm humbës në kuptimin faktik dhe materiale, por dhe të diskredituar në aspektin moral. Përgjegja që e dha, mendoj që është e vlefshme për neve. Tha, ne Gjermanët kemi koka të menqura të gjithë. Dhe ne si popull e dim kush janë ata, ndërsa ne si popull ata i pasojmë. Dhe thonë, ne kemi koka të ndritura, por ne jemi popull që ata i pasojmë. Ata neve na mësojnë çdo udhkryq si me u gjinë. Kjo është një problem që vazhdimisht po na përcjell, që ne mos t'i ndëgjojmë, mos t'i pasojmë dietarët. Dhe kjo po shkakton konfuzion të madh pastaj.